Drejtori i shkollës që i të ke letra që fëmijët kosovarë duhet të vinin në shkollë. Nuk isha karrocë edhe motra ime shkon të shkollë, une risha në shtëpi. Edhe kjo ka qenë ma e rënda për mu kur arsimi i mund dalë në gjysmë. Ajo familje ku ne jetonim i kishte 3 fëmijë. 2 vajza, 3 vajza faktikisht dhe 1 djalë. Vajza e madhe ishte në moshatare imja dhe gjeqë. Ato shkoshin shkollë. Në ditët e 2, 3, 4, në ditën erdi pjesa ku në lajmruan drejtori i shkollës që i të ke letra që fëmijët kosovarë duhet të vinin në shkollë. Ati në Kukës, në fshatë. Motra ime filloj me shkollë. Unë isha në shkollë, vetëm në klasën e 2, në barim klasës 2, isha në Kosovë, edhe nuk isha karrocë, edhe motra ime shkon të shkollë, unë risha në shtëpi. Edhe kjo ka qenë ma e rënda për mu kur arsimi i mund dalë në gjysmë. Edhe e ma i menë shumë mirë, ajo familje neve nga ka prit me shumë grotësi. Ditën e parë kur nga ka shtru bukën, e di që buka ka qenë vetëm një gjizë me uje përzime dhe nxehtë. Veç me nga prit ata me ngrotësinë e tyne. Dhe ma e rëndësishme ka qenë ku ata nga kanë liru komplet katin e shtëpisë, edhe ata kanë shku të pjesa ku kanë majtë lopën, do me thonë, nga kanë liru objektin komplet neve, ata kanë shku poshtë, kanë flejtë, veç neve nga bo një zgjidhje. Edhe, do me thonë, nga buka tyne, edhe nga mirësia, e kanë da pjesën me ne. Edhe na jem shumë falenderuese ndaj asaj familje dhe ndaj gjithë Shqipërisë.